po pjesën e përshtatjes kulturore në konvikt me vajzat e tjera ose dhe në shoqëri me kultura të ndryshme, ushqime të ndryshme, çfarë mekanizmi gjete që ta përballoje? Në fillim pata problemin e gjuhës, sidomos me vajzat që ishin turke, pasi nuk komunikonin në anglisht. Më pas unë fillova gradualisht që të mësoja turqishten. Dhe në fillim ata edhe bënin disa batuta me mua qeshni, sepse kishte shumë fjalë që i thoja si e huaj, i thoja me theks ndryshe. Por kjo nuk më demoralizoi, por më mësoi që, unë tani duhet ta mësoj se si duhet të shqiptohet tamam në turqisht, edhe më ndihmoi që të mësoj edhe turqishten pak më shpejt. Përshtatja me kulturën, pastaj në ushqimet ne pothuajse me turqit I kemi ushqimet e njëjta, nuk pata problem, përveç pjesës së erëzave që më bën të kem probleme me stomakun, por ishte okay. Ndërsa me studentët e tjerë që ishin nga vende të ndryshme të botës, ishte shumë interesante sepse më dha mundësinë që të mësoja disa kultura që në të vërtetë ne nuk kishim hasur në Shqipëri, ose të takoja njerëz nga vende që nuk e dija që ishin shumë të ngjashëm ndonjëherë me Shqipërinë, se mendoja për shembull Taxhikistani, thoja si mund të jenë, çfarë kulture mund të kenë, por kur fillonim flisnim, kuptonim që kishim të njëjtat tradita edhe të njëjtin vlerësim edhe për familjen si ata, kështu që më hapi një dritare të re, një horizont të ri që ndoshta në Shqipëri nuk të jepet shpesh mundësia që ti njohësh. Po në një moment I vështirë, çfarë ka qenë që mund ta ndash me ne ose që e mban mend? Po, kam pasur një problem shëndetësor në fakt, gjatë kohës që kam jetuar në Turqi, dhe aty mund të ketë qenë një nga momentet më të vështira të mia, larg familjes. Por dhe në atë rast kisha shoqërinë që mu gjendën shumë afër edhe më ndihmuan shumë, sepse ka diçka që unë e them gjithmonë, kur je në një vend të huaj, shoqëria të bëhet si familje. Dhe unë pata fatin që shoqërinë time ta kisha dhe si familje. Dhe më janë gjendur shumë afër në çdo moment. Nga ana administrative, një student në Turqi, studenti huaj merr shërbime mjekësore njësoj si vendasit? Po, por duhet ketë siguracion shëndetësor, pasi në momentin që ne bëjmë aplikimin për lejen e qëndrimit dhe atë të studentit, e kemi si detyrim që të kemi edhe siguracionin shëndetësor, I cili më pas ty të jep mundësinë që të përfitosh nga të gjitha shërbimet shëndetësore në Turqi. Njësoj si një turk. Pas 5 vitesh në Stamboll, vendose të kthehesh në Tiranë. Si ishte rikthimi? Shumë dramatik. Ishte shumë dramatik. Unë isha ajo vajza që jeta me prindit, që thash në fillim, edhe isha shumë e lumtur me jetën time familjare me prindrit, por jetesa në Turqi vetëm të bën shumë të pavarur. Dhe rikthimi është shumë I vështirë, sepse duhet të rikthehesh të jetosh sërish me familjen. Patjetër që të mungon familja, por është ajo ideja që ti bën gjërat e tua, ke krijuar jetën tënde, ke krijuar shoqërinë tënde, dhe shoqëria jote që ti ke lënë në Shqipëri në një farë mënyre kanë krijuar jetët e tyre dhe ti je shkëputur nga ata. Kështu që të mungon familja, por ti edhe e gjen veten dhe nuk e gjen. Rikthimi në shtëpi ndonjëherë ishte që ti po rikthehesh ti po lë një shtëpi për të rikthyer në shtëpi dhe është një miks emocionesh. Kështu që ka qenë aq sa I vështirë, por edhe patjetër I bukur që je sërish me familjen tënde, në vendin tënd. Po integrimi në tregun e punës? Unë tek kjo pjesë e konsideroj veten me shumë fat, sepse unë u riktheva dhe kisha ato dyzimet e mia nëse do gjeja punë shpejt, nëse do përshtatesha me tregun e punës në Shqipëri, por unë di të them që edhe pse kisha planifikuar që të paktën 1 muaj të mos punoja dhe të bëja pushime, unë kam filluar punë për rreth 2 javë. Kështu që ishte pak edhe pjesë fati, le të themi, ndonjëherë është edhe momenti I duhur që ti gjen atë punën kur nuk e pret, dhe unë fillova të punoj në universitet në atë kohë. Të them të drejtën, fakti që unë fillova të punoj në universitet ishte edhe fakti që unë dija turqisht, kështu që ishte edhe një bonus gjua turke, ajo që mezi mësova në fillim më ndihmoi më vonë. Në rastin tim, unë kam qenë me fat, le të themi, dhe jam përshtatur shumë thjesht në tregun e punës edhe kam gjetur punë shpejt. Po të kishe mundësinë t'i thoje diçka Mikelës para se të niseshe nga Shqipëria, çfarë do ishte një këshill që do doje dikush të ta kishe thënë tani që e ke provuar? Mos u streso shumë. Një udhtim që mund të duket shumë I vështirë, mund të sjell shumë të papritura, mund të sjell shumë surpriza, mund të të rrisë profesionalisht. Pasi unë nga Turqia e them gjithmonë, nuk fitova vetëm një arsimim dhe një diplom, por unë fitova dhe një botë tjetër, një kulturë tjetër që kjo nuk blihet me para. Dhe asnjë nuk të përgatit për këtë gjë. Kështu që Mikele do t'i thoja që mos u streso shumë dhe shijoje shumë si eksperiencë, sepse disa eksperienca të jepen vetëm një herë në jetë.
Faleminderit Mikela. Në fakt ky është qëllimi i gjithë serisë së intervistave përmes lentes së saj, që të japi një informacion konkret dhe përpos përvojave vetjake në caption do të gjeni edhe linqet se si mund të përfitoni përmes bursave apo informacione ligjore për të shkuar në këto vende si qytetar shqiptar. Faleminderit.